ku jemi këtu me parashikimin e datës 21. Data 21 mars 2026. Kemi një ditë që ka një rëndësi të veçantë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj, sepse çdo gjë mund të lidhet me biznesin ose lidhet me karrierën, por një nga mundësitë dhe kohën e duhur që kanë të bëjnë në këtë muaj, të muajit mars, data 21 që është edhe një ditë e rëndësishme në veçanti, sepse ka të bëjnë shumë me ndikimin, me favorizimin, me mundësinë që lidhet në anën tuaj, dhe kjo është zhvillime dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt juve në anën ekonomike, në lidhje me biznesin, në lidhje me takimet që do të keni dhe nuk e vënë dyshim për arsye të punës suaj, por ka dhe diçka shumë të rëndësishme në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me karrierën dhe me ndryshime të tjera që do të vinë drejt juve. Por ka diçka shumë të madhe tani e tutje, ku gjërat janë shumë pozitive, janë shumë të ndikuara në anën tuaj, sepse ka të bëjnë edhe me çështje ekonomike financiare, lidhje me takimin e punës, lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse është një kohë shumë e përshtatshme në ekonomi dhe në stabilizime apo dhe në ndryshime. Kështu që i keni mundësi të në lidhje me anën e biznesit dhe lidhje me karrierën, sepse ka shumë gjëra që do të ndikojnë e do të diktojnë. Tani, para se të fillojmë parashikimin